Kalojmë në për një tërë politik, prej 9 shkurtit e tutje, tash jemi para dimnit madhë. Për bretë Kosovën, pa qartësia, poteri politik po bëhet burg për këtë neve, fatkeqësisht uroj që këto ditë e fundit, sa kanë me deri të dielën, plus 10 ditë tjera, janë mundësi ku vendimmarrës duhet me gjetë rrugën për me ha procese. Nëse nuk mundesh me bashkëpunu për ndërtim të institucioneve edhe zbatim të rezultatit të zgjedhjeve, duhet me gjetë mënyrë për procese të reja me ndërtu. Çka do të thotë ky proces i ri bashkëpunim? Zoti Aziri, ju takoni një gjeneratë të politikës, që ju ka ra dhe falni pak me mesazhe në rreshta, sigurisht si një pjekë edhe një rinë sazat të Ibrahim Rrugovës, por unë po tetoj sot me kuptu masat. A ma shpjegon çfarë dini mas, çka po paralajmëron Lutfi Aziri? Prej 15 prillit, e deri sot ne jemi vonë. Kosova është vonë, gjithçka është vonë.